Ti e gjenë vëllezër, wallahi, njeri cili ka miliona, ka pasuri sa doje, dhe prej femrave dhe grave sa doje, dhe prej pallateve, detrave sa të doje, s'mund me shiju një knatësi shka e shijon një njeri cili jeton për hir të Zotit Gjelle Gjelalu dhe për hir të asaj shka e kënaq Allahu subhanahu wa taala. S'krahason lezetën. Wallahi s'krahason lezetën. Sikur që shumë prej atyre të si kanë qenë musliman e pastaj janë bo musliman, çfarë ndjenje ka pas? Sikur që janë shprehë shumë bitëre. Kretë knatësitë e botës që i kam nije, nuk vinë me knatësinë e qifalna. Këtë knatësinë e botës që janë një, nuk vinë me knatësinë që kur unë agjeroj. Këtë knatësitë e botës, venët i kam shëtit kretë. Thot nuk ka knatësi sikur kur hinë gjabet Allahu Gjelle Gjelalu. Allah na mundsof ja Rabbel Alamin. Për këtë arsye, në Islam, ndashni për Allahu Gjelle Gjelalu, në Kur'an, në hadith, ka për knatësive të cilat, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, janë më të mëdha se lezeti atyre që janë gjithë lezete.